po na I themi atyre që kanë mlef ndaj Islamit dhe muslimanëve, do thot nas kemi shërim për mlefin që kanë ata. E mlefi që ata ja akumulojnë ndaj Islamit nuk na bën ndam nevi, bën ndam atij. Absolutisht. Ai ka dy zgjidhje, ose do e shëron zemrën e tij nga ky mlef, e do e kupton realitetin, ose do vazhdon të shtohet mlefi, I cili mlef ka me ngulfat atë pastaj. Na s'kemi çka bëjmë. Edhe islamofobët, edhe anti-islamistat, edhe armiqtë e kombit, edhe armiqtë, domethënë, e vatanit, edhe ata që e vjedhin shtetin, edhe ata kanë ndeshku populli. Kam shpërblyt mirë, kam ndeshku të këshet. Sot nesër na mund me bë kamuflazh, mund me bë maska, mirë po ato shumë shpejt qiren, shumë shpejt do thot zbulohen fytyrat e vërteta, edhe secili e meriton, e merr atë që e meriton. Kjo është drejtësia e Zotit, drejtësia absolute e Zotit. Në këtë botë, secili e merr atë që e meriton. I miri e merr lavdin për çdo punë të mirë që ka bën, edhe nëse jo besimtar, I të keqi e merr sharjen, ofendimin, kushdo qoftë ai njeri. Sepse Allah është I drejtë edhe secili jep sipas meritës që ka.